Sot jam këtu me herojnë tonë të gjallë, me zotin Ekrem Bardha, që na ka nderuar me vizitën e tij në ditën e çlirimit të Prishtinës, e nesër po ashtu me ditën e çlirimit të Kosovës. Ishim në homazhe tek presidenti Rugova, tek herojnët e kombit, tek dëshmorët, edhe tash jemi këtu për homazhe të herojit Zahir Pajaziti. Të gjithë e dim historinë tonë të kaluar ku një pjesë e madhe edhe një virtyt i madh apo një punë e madhe është kryer prej shqiptaro-amerikanëve, pra prej lobingut tyne në Amerikë, duke ju falendëruar tyne sot e kemi Kosovën e lirë, pra duke ju falendëruar shqiptaro-amerikanëve së bashku edhe me presidentin Rugova, me ushtrinë çlirimtare të Kosovës, sot e gëzojmë ditën e çlirimit të Prishtinës e nesër ditën e çlirimit të Kosovës. Prandaj jam krenar sot që jam këtu së bashku me zotin Ekrem Bardha, po ashtu edhe me presidentin e Vatrës, zotin Elmi Berisha. Zoti Bardha është një heroj gjallë, prandaj kisha pas dëshirë me ju dhënë fjalën juve, zoti Bardha. Ju falenderoj nga zemra që jeni sot këtu së bashku me neve. Para disa javësh ishim në Detroit në promovimin e librit të zotit Bardha dhe sot na ka nderuar me pjesëmarrjen e tij në ditën e çlirimit të Prishtinës, prandaj ju lutem disa fjalë për qytetarët të kryeqytetit të Kosovës. Unë falenderoj zoti kryetar për fjalët dhe me respekt. Mund të them që ka qenë një ëndër për të gjithë neve, po sidomos për mua, për moshën që kam arritur, nuk kam menduar që kjo ditë unë të ishe këtu me ju, që po gëzojmë pavarësinë dhe Kosova është shtet sovran i pavarur. Dhe unë vi nga diaspora e Amerikës, në Amerika që duhet të respektojmë dhe duhet të duam të gjithë bashkëdhetarë, qoftë Shqipëria, qoftë shqiptarë dhe Kosovë, të kenë respektin më të madh për aleatin e madh, se po të mos ishte Amerika, nuk do të kishte jo Kosovë, po nuk do kishte as Shqipëri. Dhe unë në këtë moshë që kam ardhur këtu të nderoj herojnë e UÇK-s dhe me nder, me respektin më të madh që kam njohur personalisht liderin e Kosovës, Ibrahim Rugovën. Unë të them të vërtetën, nuk e kisha besuar, po kjo është një realitet që unë e gëzoj dhe jam shumë emocionuar dhe shumë i prekur që nuk e kam menduar që kjo ditë ne festojmë pavarësinë e Kosovës. Ju falenderoj të gjithë, ju dua motra dhe vëllezër. Faleminderit. Sigurisht që ndihem shumë i emocionuar dhe fillimisht dua ta falenderoj kryetarin e kryeqytetit, kryetarin Rama, për madhështinë e tij që tregon dhe respektin ndaj diasporës shqiptare, kryesisht diasporës së vjetër, siç dëshirojmë ne ta quajmë, kolosët cilët e ndërtuan të ardhmen e Shqipërisë dhe ndihmuan Kosovën të pavarësohet. Unë sigurisht në plot kuptimin e fjalës më i miqujt Ekrem Bardhën si vazhdimësi e Nolit dhe Konicës dhe jemi mirënjohës. Ata janë njerëz cilët e vunë themelet e para të shtetësisë së Kosovës dhe kjo filloi në 1993, ku ky burr me bashkëpunëtorët e tij ju lutën presidentit Bush që i vjetër që ta ndalon mashinerinë të mëshme të Miloševićit dhe mos të masakrojnë në Kosovë. Ishin këta cilët ju lutën presidentit dhe ai beri. Unë mendoj 93-ën ka filluar drita në fund të tunelit. Aty e kem ditë ne shqiptar-amerikanët që pavarësia po vjen, vetëm që na është dashur të organizohem një çik më fort dhe kemi bërë së bashku me batalionin Atlantiku, së bashku me formacione tjera ushtarake në Kosovë dhe me gjerë, dhe mendimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Washingtonit zyrtar, miqve tanë, Kongres, Senat dhe Shtëpitë Bardh, ne sot e gëzojmë pavarësinë dhe jam i lumtur që kryetari i Prishtinës i çmon vlerat cilat
janë fakti kryesor ose një ndër faktet kryesore që Kosova sot e gëzon lirin. Ju falenderoj.